E para lidhet me gjithë procesin e edukimit, duke filluar nga studentët që e zgjedhin mësuesin. Fatkeqësisht sot nuk e zgjedhin mësuesin shumë si dek, që do të thotë nesër, nesër dhe nesër është nesër, nuk është nesër në një të ardhme të largët. Kemi probleme shumë të mëdha me krizën e identitetit që do ketë për mësuesit e sistemit parashkollor dhe para universitar, për arsye se kemi përqindje më të madhe të vajzave, kemi përqindje shumë të ulët të djemve, pothuajse të papërfillshme, dhe duket sikur procesi i arsimimit dhe edukimit ju ka ngelur vetëm grave dhe jo burrave, kemi problematika në mënyrën se si do të orientohemi drejt tregut të mësimdhënies, po shikojmë që vendet e zhvilluara, siç janë Danimarka, Norvegjia dhe vendet e tjera, po heqin dorë nga tableti apo nga telefonat apo nga informacioni në formatin elektronik dhe po i rikthehen edhe një herë librit dhe lapsit, ndërkohë që ne jemi në fazën që po bëjmë këto lloj eksperimentesh, atëherë duhet parë deri ku mund të shkojmë dhe se si mund të realizojmë që të alternojmë të dyja, edhe librin, edhe lapsin, por edhe tabletin, po jo të zëri kohë më shumë ajo. E treta shumë e rëndësishme është përgatitja e kualifikimit të mësuesve për të pasur dijen dhe për të qenë pjesë e kurikulës bashkore. E katërta, rishikimi i kurikulës, që është një domosdoshmëri dhe është kthyer në një nevojë, pasi mësuesi nuk duhet të jetë administrator, por duhet të jetë ai që quhet lideri, i cili të ndihmon në procesin e mësimdhënies. Dhe e pesta, fëmijët sot janë ndryshe nga fëmijët e brezit tuaj, me brezin tim nuk krahasojmë fare, që do të thonë është kjo gjenerata Z që thuhet, e cila ka një qasje tjetër të problemeve, të cilët duan që mekanizmat e tyre të realizojnë në kohra të tjera dhe me modele të tjera, dhe këtu pastaj ha diskutim, do jetë modeli Montessorit që nëpërmjet lojës mësohet mësimi, do jetë modeli gjithëpërfshirës, atë që sot Japonia e ka si prioritet, që deri në një klasë të caktuar nxënësit nuk marrin nota, por mësojnë të punojnë në grup, do jetë gara individuale apo gara me të tjerët, pra janë probleme shumë të mëdha, të cilat më pas shpërfaqen në universitet